falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, ty të qofshim falja Allah, shtoje mirësinë dhe begatinë tënde për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Udhëzoj zemrat tona, mendjet tona, shpirtrat tan për tek më e mira, ti e udhëzuesi dhe orientuesi o Allah. Atë që ti e udhëzove dhe orientove në rrugën e drejtë, kush mund ta devijojë nga rruga jote? Ai i cili zgjodhi humbjen dhe devijimin si metodë për jetën e tij, kush mund ta sjellë në rrugën e mbar dhe në udhëzim përveç se falja dhe mëshira jote ja Allah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vetëm Allahu xhalleshanu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. Thot Zoti në Kur'an: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dhe ktheuni tek Allahu xhalleshanu dhe dorëzojuni atij. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Akoma nuk ka ardhur koha, ende nuk ka ardhur koha që ata të cilët thonë ne jemi besimtar dhe e quajnë veten dhe e konsiderojnë veten besimtar, që zemrat e tyre të friksohen edhe të kenë ndroj për Allahu xhalleshanu. Ndërsa profeti alayhi salatu selam thot: "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah." Ai që pendohet nga një mëkat ose nga një gabim është sikur mos ta ketë punuar dhe mos ta ketë vepruar atë mëkat. Tregohet se kohën e Musës alayhi salam, paqja e Zotit qoftë me të, kishte një njeri i cili ishte i varfër, por ishte njeri që jetonte me gjunahe dhe mëkate, bënte gabime shumë. E këshillonin her pas here derisa në një moment mbasi ai nuk këshillohej dhe nuk merrte këshill, e nxjerrin nga qyteti, pra jashtë qytetit, dhe i thon: "Shkoj jeto diku tjetër se ti je njeri që bën gabime dhe bën mëkate shumë." Një ditë Allahu xhaleshanu i shpall Musës alayhis salam dhe i thot: "O Musa, thot, mblidhe të gjithë popullin tënd dhe shkoni, thot, që t'i falni xhenazën edhe të përcjellni një nga robët e mi." I mbledh Musa alayhis salam gjithë popullin e tij dhe shkojnë për këtë person për cilin kishte sinjalizuar dhe kishte njoftuar vetë Allahu xhaleshanu. Dhe kur shikojnë shtangen i gjithë populli Musës alayhis salam dhe i thonë: "O Musa, si ka mundësi? Ky njeri është ai që ne shumë e këshillonim dhe nuk zinte mend. Është ai i cili ne i flisnim dhe derisa nuk zinte mend dhe ne nxorrëm jashtë qytetit atë për shkak gabime dhe mëkateve që bënte." E i thot Musa alayhis salam: "Ja Rabbi, o Zoti im, populli im po më thot se nuk e kanë njoft për mirë këtë person për cilin ti na njoftove, ja Allah." Thot Allahu xhaleshanu: "Sadaqu wa hum shuhadai." Në vërtetën e kanë thënë dhe ata janë dëshmitarët e Allahu xhaleshanu sipërfaqen e tokës. Por se o Musa, në momentin që populli yt e nxorri nga qyteti, ai filloi të kthehet Zotit dhe mendoi se nuk ka asnjë derë hapur përveç derës Allahu xhaleshanu. E filloi të reflektojë me veten e tij e t'i pendohet Allahu xhaleshanu, derisa në një moment para se t'i vinte vdekja në një prej rrënojave aty jashtë qytetit, i ngren durët e me shpirt i drejtohet Allahu xhaleshanu dhe i thot: "Ilahi, o Zoti im, abdun min ibadik, një rob prej robëve tu, ja Allah, lau alimtu ja Rabbi, sikur ta dija o Zot se falja jote ndaj meje, ty o Allah ta humb pushtetin ose ta mangëson pushtetin, dhe se dënimi yt ndaj meje ta shton pushtetin, lemase e duken mangfira, nuk do ta të kërkoja faljen ty kur o Allah. Por se Zoti im kur nuk e kam humb shpresën prej teje, e nuk kam strehim tjetër, ja Allah, përveç se tek ti, prandaj o Zot, mos e shgënje shpresën time. Ti je më i miri tek i cili mund të mbështetem dhe strehohem, ja Allah." O Musa, thot, mbasi e i pash në këtë gjendje dhe me këto fjalë, thot, që mu drejtu, mu robi im, thot, që i buronin nga thellësia e zemrës, si mund ta lija unë atë dhe si mos bëhesh a unë strehimi i ti, o izzeti, pasha krenarin time, unë do t'jem strehimi i ti dhe unë do t'jem ai i cili do ta mëshiroj robin tim, do ta fal robin tim. Subhanallahil azim. Sa i mëshirshëm është Allahu xhaleshanu, sa falës i madh është Allahu xhaleshanu, sa i butë është me krijesat e tij, i qofshim fal Allahu xhaleshanu. Kur në këtë
këtë rast Allahu Gjeleshanu neve na shpalos mëshirën edhe faljen e tij me këtë njeri që njerëzit nuk e njihnin për mirë. Imagjino se çfarë mund të jetë mëshira edhe falja e Allahu Gjeleshanu për ata të cilët përpiqen që të bëhen njerëz të mirë, përpiqen që të largohen edhe që të ndahen nga e keqja, përpiqen që të mbajnë një raport të mirë me Allahun Gjeleshanu edhe një raport të mirë me krijesat e Zotit. Ja Rabbi bike estajiru wa men yujiru siwaka irham da'ifan yahtami bihimaka ya rabbi qad adhnabtu faghfir zallati man yaghfiru adh-dhanba al-'azima siwaka. O Zot, tek ti kërkoj strehim, e kush strehon më mirë veç teje? Mëshiroje robin e dobët, ja Allah, që mbrojtje kërkon prej teje. O Zot, unë mëkatova, prandaj pranoje pendimin tim. Kush mund ta fal mëkatin e madh veç teje, ja Allah? Kur Ademi alayhis salam e bëri gabimin dhe hëngri nga pema e ndaluar, në atë moment filloi që t'i zbuloheshin pjesët e tërturshme dhe petku i xhenetit t'i bie. E kuptoi se diçka ndodhi, diçka e bëri gabim dhe filloi të ndjehet keq. Mbasi e mashtroi shejtani i mallkum dhe i bëri berrufe pasha Allahun, pasha madhështinë e Allahut. Te kjo pemë ke përjetësinë edhe ke aty domethënë të gjithë mirat, duke e mashtruar me lloj-lloj formash. Momentin që e pa që filloi duke rënë petku i xhenetit, atëherë filloi t'i vi turp. E kuptoi se kish bën një gabim të madh dhe nuk po dinte ç'bënte nga emocioni edhe nga frika që kishte dhe filloi që të hiqi me vrap nëpër xhenet. E Allahu Xheleshanu i thret dhe i thot: "E firaren minni ya Adem, a mos vall po hikën prej meje o Adem?" I thot Allahu Xheleshanu, ndërsa Ademi alayhis salam i thot: "Bel haya'an minka ya Rabbi", na turpi prej teje o Allah, se ku do të shkoj unë? Si thot Allahu Xheleshanu në Kur'an: "Fe firru ila Allah", hikni, thot, largohuni, thot, për ku? Për tek Allahu Xheleshanu. Subhanallah, sa më shumë ta kesh frikë dikon prej krijesave, largohesh prej tij aq më shumë. Ti je sa më larg prej tij. E sa më shumë ti friksohesh Allahu Xheleshanu, aq më shumë afrohesh me Allahun Xheleshanu. Aq më pranë ti je me Zotin Xhelle Xhelaluhu. Prandaj fe firru ila Allah, largohuni nga dënimi i Zotit për tek falja edhe për tek mëshira e Allahut Xheleshanu. Bishr el-Hafi i thoshin Bishr këmbëzbathuri. Ka qenë njeri i cili ishte shumë i pasur. Në kohën e tij kishte pallat, jetonte në pallat me shërbëtor. E zullumin ndiqte zullumin, pislikun ndiqte pislikun, mëkatin. Derisa një ditë, imagjino, aq shumë e kishte mushkupën, derisa një ditë siç rrinte një natë, a keni parasysh kur jeta të merr përpara dhe të ve pisliku mas pisliku zgjohesh mjes, e fillon bo skema si do të çysh jetën me pislike, me mëkate, me gjinof, edhe ndjek gjinofin ngushtohet krahërori, por se të merr inercia e të keqës. E një natë bie troket porta derisa dalin shërbëtorët, edhe aty shohin, aty pari tek porta shohin një person i cili thot: "Desha me ju bëj pyetje", thot. "Ky zotria juaj që jeton këtu mrena", thot, "e hurrun se yidukum min ab", a thot është i lirë zotria juaj apo është rob? I thonë është i lirë. Pasha Allahun, thot, nuk mendoja ndryshe, thot, se po të kishte qenë rob, thot, do t'i rute pozitën robërisë ndaj Allahut Xheleshanu. Edhe largohet ikën. E dëgjon Bishri, edhe thot ashtu siç ishte, çohet me vrap edhe i thot atyre shërbëtorëve: "Çfarë ndodhi?" Dhe i tregojnë, na pyeti dikush për ty, a je i lirë apo je rob? Pasha Allahut, tha, sigur kishe qenë rob, do rute pozitën e robërisë. Shkon me vrap del ashtu siç ishte, zbath që ta gjete. Ke parasysh kur të merre keqja dhe të ka sunduar keqja edhe nuk ndjen kënaqësi, nuk ndjen mirësi në shpirt edhe në zemër edhe në krahëror. Se pasha Allah nuk ka ëmbëlsi, mëkati edhe gjunafi, vetëm punë minuti është. E pastaj ta nxin zemrën, ta nxin jetën, problemet, sikletet, gjitha të vinë njëra mbas tjetrës, të ndjekin njëra mbas tjetrës. E derisa të ve shejtani për fund, hajde thot, edhe i pislik tjetër që të dalin prej kësaj, pastaj ta lesh, pastaj të vazhdosh jetën normal. E pislikun zgjerr pislikun. Edhe ndjek e keqja të keqen. E njeriu ka nevojë për dikë që t'i flasi, ta këshilloj, e t'i hapi sy, t'i hapi derën e Allahut Xheleshanu, t'i kthehet Zotit, e ta pastroj zemrën dhe shpirtin, e të kthehet në rrugë mbar. I kisha ardhur momenti, e
Elem ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur momenti që zemrat e atyre të cilët besojnë Allahun të dridhen nga frika për Allahut xheleshanu, ti thonë jo të keqës, të largohen nga gjunafet edhe mëkatet, edhe ti binden Allahut xheleshanu, edhe të bëhen njerëz të mirë dhe të mbar, të bëhen njerëz pozitiv aty te familja vet, te rrethi vet shoqëror, kudo që janë të rrezatojnë mirësi edhe begati. Pasha Allahun ka ardhur momenti. Pasha Allahun ka ardhur momenti që nëse kemi diçka të keqe për hatër të Zotit talen. Ka ardhur momenti që neve të ngrihemi më lart në gradën e devotshmërisë, të afrohemi tek Allahu xheleshanu edhe më shumë. E nuk e gjeti atë personin që i erdhi ke dera për që u bë lajmtari i mirë. E kur e shifshin mbrapa mbasi ndroi kursi i jetës vet edhe drejtimi i jetës vet, e shifshin që ecte zbath edhe kishte shumë dëshirë me ecë zbath. I thoshin pse ecë zbath? Thoshte, në momentin që Allahu më ka hap derën edhe më ka pranuar Zoti, kam qenë këm zbathur, thotë më pëlqet, thotë të rri, thotë, si në momentin që Zoti më hapi zemrën edhe më pranoi Allahu xheleshanu dhe rregullova raportet e mia me Allahun xhelle xhelaluhu. Profeti Musa a.s. kalonte një ditë në një rrugë. Sa herë kalonte aty, shikonte një person që ose e gjente duke u fal, ose e gjente duke përmend Zotin, duke bërë dhikr. Dhe mahnitet se sa herë që kalonte aty e gjente duke u fal, edhe ose duke përmend Allahun xheleshan, nuk pushonte as një sekond. Subhanallah. Jo më kot po i themi historitë, se si ke historia parë, ashtu edhe kjo histori, neve nuk duhet që të gjykojmë njerëzit, edhe nuk duhet neve nga pamja parë, themi ky është mashallah ose ky është cop. Raportin me Allahun xheleshanu e din vetëm Zoti i gjithësisë. Ne njohim shumë mirë vetvetet tona. I dim gabimet tona dhe mëkatet tona. Ama nuk dim gabimet e tjerëve siç i dim tonat. Prandaj gjithmonë themi që të tjerët janë më të mirë se sa ne tek Allahu xheleshanu. Sepse për vete jemi të sigurt, kurse për tjetrin nuk jemi të sigurt si e ka raportin me Zotin xheleshanu. E si mund të fitojë pasiguria ke tjetri ndaj sigurisë që kemi për veten tonë, subhanallah. Musa a.s. ky person që e mahniti me adhurimin e tij, disa herë, sa herë kalonte, i thotë, o robi Allahut, thotë, sa herë që të shoh ti ose duke u fal, duke madhru Allahun, duke adhuru Zotin, ose duke përmend Zotin me shpirt e me zemër, me një përqendrim, thotë, që më ke bërë përshtypje. O Musa, thotë, o profeti Allahut, thotë, unë i lutem Zotit, thotë, en yerzuqani ridahu, që Allahu xheleshanu të ma boj mu, thotë, nasib, thotë, ma boj rizq, thotë, kënaqësinë e tij ndaj meje. Wa an la yushghilani bi siwahu, dhe kur mos të më hapi punë, edhe mos më largoj mu, thotë, nga adhurimi Allahu xheleshanu, mos kem as i punë tjetër që më largon nga adhurimi. Wa an yulhimani dhikrahu fala ansahu, dhe Allahu të më inspiroj përmendjen e tij që unë kurrë mos ta harroj në jetën time në asnjë moment. Mahnitet Musa a.s. I thot, kur të komunikoj me Allahun xheleshanu, thot, do t'i them për ty, thot, do t'i them për ty që Zoti do t'i japi këto gjëra, për cilat ti lutesh Allahu xheleshanu me kaq këmbgulje dhe me kaq seriozitet, subhanallahu, dhe përkushtim. Në momentin që Musa a.s. flet me Allahun xheleshanu, i thot, o Zoti im, ja Rabbi, thot, një rob prej robëve tuaj më ka manit me adhurimin e tij, me përqendrimin e tij, me dhikrin e tij, ja Allah. E më kërkoj o Zot 3 gjëra që ti din më mirë se unë. I thot, o Musa, midis meje dhe midis robit tim ka disa gjëra, thot, që unë nuk ja kam fal akoma. E unë jam i zemruar dhe i hidhruar me robin tim. Subhanallah. Imagjinon pamjen e parë, duke njëri shumë i devotshëm sa që u manitet dhe profeti Zotit. E Allahu xheleshanu thot, ka midis meje dhe midis tij disa gjëra që unë akoma nuk ja kam fal dhe jam i hidhruar me të. Subhanallah. E kur kthehet Musa a.s. nga ajo rrugë, i thot, o robi Zotit, thot, unë fola, thot, komunikova me Allahu xheleshanu për ty, thot. E Allahu xheleshanu më tha, midis meje dhe robit tim ka disa gjëra që unë akoma nuk ja kam fal dhe jam i mërzit me robin tim. Qau shumë i rodhën lotët, subhanallah. Ai e dite se që ka midis tij dhe midis Allahut, gjithë se cili e din vetë. Qau shumë edhe tha, ja Musa, tha, lau anna rabbeke taradani ma faradtu babahu abadan. Sigur Zoti yt, o Musa, ma myllte derën që s'ja kam mbyll
askujt. Kur nuk do të shkëputem nga dera e tij, aty do të qëndroj te dera Allahu xhaleshanu. I shpall Allahu xhaleshanu Musa alayhis salam dhe i thot: "O Musa, thot, jam i kënaq me robën tim, ja kam fal gjitha, kam për t'ia dhënë ato që më ka kërkuar." Subhanallah. Pendimi i sinqert me këmbgulje, duke qëndruar tek Allahu xhaleshanu, i cili buron nga zemra. Dhe është i bazuar në dashurinë që ke për Zotin xhaleshanu dhe për të mirën. Premtimet që i jep Allahu xhaleshanu me shpirt dhe me zemër, momentet që i lutesh vetëm dhe i thua: "O Zot, këtë gjë kam për ta lënë për hatrin tat, më ndihmo Allah, se du me e lënë. O Zot, këtë gjë kam për ta bërë për hatrin tat, më ndihmo Allah, që ta bëj, se ti ai i cili jep suksesin, ti ai i cili më ndihmon ta mund keqen edhe shejtanin e mallkum." E Allahu xhaleshanu kënaqet me robën e tij, kënaqet me krijesat. Subhanallahu el-azim. Elus Allahu xhaleshanu na i pranoj lutjet edhe pendimet. Amin. Siç tregohet në ditën e gjykimit do të sillet një person përpara Allahu xhaleshanu. Ai person mund të jetë kushdo, subhanallahu el-azim, se nuk ka emër, nuk është përmend emri. E ky person del përpara Zotit xhaleshanu e madhështia Allahu xhaleshanu që gjykon me drejtësi. Kish pas boj gjinofe dhe kish pas boj mëkate, siç mund boj kushdo. E Allahu xhaleshanu i urdhëron engjëjt dhe thot: "Merrni, thot, çojeni, thot, në dënim, thot, që të laj gjinofet që ka bërë." Subhanallah. Se nuk ju ka penduar Allahu xhaleshanu. E në momentin që e marrin engjëjt e Allahut, siç tregohet, rrinte duke shkuar dhe kthente kokën, shifte nga Allahu xhaleshanu. Ecte pak edhe kthente kokën nga Allahu xhaleshanu, derisa i thot Zoti që ndalen, i thot: "A mos vallë robi im, thot, kam bërë pa drejtësi, ose mendon se të kam hyrë, thot, në hak për diçka në gjykimin që dash." Thot: "Kurrë Allah i madh, thot. Unë kam pas presën më të madhe tek madhështia jote. Kam menduar se ti je i madh Allah, je më i madh i falës, po kur nuk e kisha menduar se je kaq madhështor." I manitur nga madhështia dhe nga bujaria dhe nga drejtësia e Allahu xhaleshanu. E Allahu xhelle xhelalu i thot: "E kam falë robin tim." Subhanallahu el-azim. Ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana, wasil hawa fa innal hawa ma zala fatana. Fi kulli yawmin lana mayitun nushayyi'uhu nuhyi bi masra'ihi athara mautana. Ya nafsu mali wa lil amwali yajma'uha khalfi wa ukhraju min dunyaya uryana. O nefsim, pendohu se vdekja ka afruar, po afron. Kundërshtoje pasionin, sa i zemrën po ta sprovon. Çdo ditë përcjellim ndonjë të vdekur me zemër të pikëlluar, me hapa ton rrugën e të vdekurve duke kaluar. O nefsim, si ka mundësi që gjithë jetën grumbullove pasuri? E nga dynjaja çdo kush del i zhveshur nga ajo që ka grumbulluar. Subhanallah. Thot Allahu xhaleshanu hu vëllezërit e mi dhe mbajini mend që ta mbyll fjalën time për këtë hutbë. O men lem yetub fa ulaika humuz zalimun. Thot Imam Ibnul Qayyim lidhje me këtë ajet, thot Zoti xhaleshanu, dhe ata që nuk pendohen janë zullumqtar, pra, janë të padrejt, janë mizor. Thot dietari i madh i Islamit Ibnul Qayyim el-Jauziyje, Zoti e mëshiroft, thot Allahu xhaleshanu në këtë ajet i ndau njerëzit në dy grupe. Ata cilët pendohen ose ata që nuk pendohen, dhe nuk ka grup të tretë. Ose je njëri që pendohesh dhe të pranon Allahu xhaleshanu dhe fiton faljen dhe mëshirën e Allahut, ose je njëri që nuk pendohesh dhe ata thot janë zalimun, thot janë të padrejtë dhe janë zullumqtar. Zoti na ruaj. Elus Allahu xhaleshanu të na pranoj pendimin ton. Elus Allahu xhaleshanu, o Zot na fal. O Zot na fal, ti je më i madh i falës. O Allah, na mbulo me mirësinë dhe me begatinë tënde, ja Allah, ti je më i madh i mëshirues. O Zot, ne e dim mirë se jemi gabimtar, ja Allah. E pa suportin ton neve nuk mund të triumfojmë dot ndaj të keqes, ndaj nefsit ton, ndaj shejtanit mallkuar dhe ndaj të gjitha indicjeve të këqija. Prandaj ja Allah na suportone. Na largo Zot nga mëkati dhe nga e keqja, siç largove lindjen nga Perëndimi, ja Allah. O Zot, ne e dim se jemi gjunafqar dhe mëkatar, po gjithashtu e dim se mëshira jote përfshiu gjithçka dhe ajo është më e madhe. Prandaj na përfshi me mëshirën tënde, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah,
Inspiroj mendjet tona dhe shpirtrat tona, zemrat tona vetëm për mirë, ja Allah. Dhe kur o Zot mos bëj që ne të shkojmë tek e keqja dhe të riqemi nga e keqja. O Zot, na zbardh fytyrën këtë dynja dhe në ahiret. Na përdor për mirë, ja Allah. Na bëj o Zot që aty ku jemi dhe aty ku ndodhemi të rezatojmë mirësi, ashtu siç kërkohet nga feja jote dhe nga tekstet e tuaja të qarta, që na e shpallë o Zot në pranin famlar. O Zot, ty të lutemi, pranoj lutjet tona. Dalim prej kësaj xumaje me lutjet pranuar dhe me mëkatet falura. O Zot, ty të lutemi, na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.